Individ që kanë trashëguar teatro antikiteti dhe një shtet që ka kryer kasapan. Kjo është historia e 2 dekadave të fundit me pronat në Shqipëri. Kryeministri Edi Rama ka akuzuar gjykatësit si përgjegjësit kryesor duke I cilësuar ata si bandë kriminale që kanë dhënë tituj pronësie si pasojë e eksit dhe parave. Më pak se 2%. Shqipëri ka pretendent për prona dhe pretendime për kthime sa 2 fishi I sipërfaqes së vendit tonë. Pra nëse ne të paktën në një pikë jemi dakord që kemi 28.000 km2 dhe në këtë pikë nuk ka pas debat a janë 28 a janë 29, kërkesat për prona janë 2 fish. Një absurd që është zhvilluar me pathos fal një bande në sistemin e drejtësisë. Një bandë kriminale që ka bërë një kasapan duke përdorur çekiçin e gjykatësit dhe duke kthyer prona kujt nuk I takon e duke I mohuar drejtën e pronës shumë kujt që I takon. Pak kohë parë, ndërkohë që përgatiteshim për një projekt të zhvillimit turizmit, u ndeshëm me një antare të kësaj bande që kthen 500 hektar në një zonë me pronë shtet dhe me potencial turistik. Duke folur në prezantimin e reformës së kthimit dhe kompensimit të pronave, kryeministri Rama paralajmëroi se ky problem do të marrë zgjidhje brenda 10 vjetësh. Me trasen që çel ky projekt është e sigurt se në një harë kohor të pa imagjinueshëm deri pak kohë më parë, prej vetëm 10 vitesh, ne mbyllim nga pikpamja përmbajtësore një problem që përsëris mund të shkonte 1000 vjet dhe nga pikpamja financiare një problem që mund të kërkonte 350 vjet. Shefi I qeverisë tha se problemi me pronat mbetet një nga 5 prioritetet për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe progresi raporti 2013-s, mbi cilin ne filluam këtë punë, shkruan që përpjekje madhore dhe sistematike duhet ndërmarrë për të zgjidhur problemin e pronave. Rikthimi, kompensimi dhe ndërtimet e palishme janë çështje që duhen zgjidhur. Që do të thotë se ose zgjidheni ose rrini lidhur mbas vetes se vend në Bashkimin Evropian ju nuk keni. Qeveria ka identifikuar edhe faturën financiare për përballimin e vendimeve për kompensimin. Fondi buxhetor përllogaritet në 5 miliard lek në vit me një shtrirje kohore 10 vjeçare, ndërsa brenda 6 muajve Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave planifikon të verifikojë mangësitë në dosje.